institucionale cilën e bart ky kuvend, duhet të vihet fillimisht përpara interesi i vendit dhe të zgjidhet një qeveri në këtë muaj, në mënyrë që të paktën të eliminohet ose të përjashtohet mundësia që punonësit e sektorit publik të mbesin pa paga dhe Kosova të jetë pa buxhet. Mbase kjo do të jetë qeveria më e shkurtër e Kosovës pas luftës, por është e rëndësishme që të paktën këto kohë mos kalojmë do të thotë pa një buxhet kaluar e pa një do të thotë plan të rritjes së ratifikuar nga ana e kuvendit. Mbase kjo do të jetë vetmja përgjegjësi e këtij kuvendi deri në zgjedhjet e ardhshme, por është e rëndësishme që partitë politike bëjnë përpjekje maksimale që ta arrijnë ta zgjedhin një qeveri në këtë raund. Deri më tani nuk kemi parë përpjekje serioze nga asnjëra palë. Partitë e ish opozitës kërkojnë zgjedhje të reja për shkak se nuk i kanë numrat. Partia mbështet u dëshmua se nuk i ka numrat për ta formuar vetëm një qeveri, ndërkaq mundësia për një koalicion është përjashtuar tashmë qysh edhe me votimin e zotrit Kurti si mandatar i parë, dhe në rast se dështon zgjedhja edhe kësaj here deri në fund të nëntorit, edhe këtë javë, do thotë me automatizëm shpërndahet kuvendi dhe shkojmë në zgjedhje të reja në gjatë muajit dhjetor. Por kjo do të ishte një kosto e jashtëzakonshme për buxhetin e shtetit, do të ishte një kosto e jashtëzakonshme për qytetarët e Kosovës dhe mbase nuk do zgjidhte asgjë për shkak se edhe nëse do të formohej një kuvend i ri e një qeveri e re me një konstelacion të ngjashëm politik, gjasa që përsërit shkohet në zgjedhje në mars ose prill, kur është edhe zgjedhja e presidentit, janë jashtëzakonisht mëdha dhe në gjithë këtë periudhë vetëm qytetari i Kosovës do t'i bartë pasojat. Zotëria Brashi, nuk po përjashtohet pra mundësia për zgjedhje të reja në fund të këtij